Hapjen do ta bëjmë me aktualitetin. Rasti i fundit ka tronditur të gjithë ku një e mitur është hedhur nga një lartësi nga presioni i prindërve. Bëjmë me dije se babai sapo kishte dalur nga burgu. Për të folur rreth kësaj prindërimit, por dhe dashurive, kemi të ftuar psikologe Erisa Aliaj. Erisa, përshëndetje, jam shumë i lumtur që të kam, ti e din tashmë, unë ndihem shumë e qetë kur jam pranë teja dhe të vlerësojnë maksimum sepse ne të dyja kemi bërë biseda dhe më para. Po, e vërtet, më vjen shumë mirë dhe unë dua energjinë tënde. Atëherë ta nisim pak me aktualitetin. Çfarë po ndodh realisht me fëmijët, me të miturit, me adoleshentët? Ku po qëndron problemi i prindërve? Mendoj që problemi është si për prindrit edhe për të rinjt apo për adoleshentët, po në të njëjtën mas. Prindrit janë gjetur para një situate të cilën duan apo nuk duan do ta pranojnë, edhe pse nuk din të reagojnë në të, ndërsa të rinjt apo fëmijët janë duke jetuar jetën e tyre. Janë duke jetuar jetën e tyre ashtu si ajo po ju serviret më së shumti. Ajo që serviret pastaj se në çfarë mase duhet jetuar, në çfarë mase duhet shmangur dhe kush duhet jetë ajo rruga e mesme e artë për një të ardhme shumë të mirë të tyre, pa cënuar absolutisht ata vijimsinë e jetës së tyre, kjo pastaj mbetet për të parë. Ti je një njohës shumë e mirë kur flet për fëmijët, e vërtet, dhe për prindërimin. Ku po qëndron problemi tek prindërit? Janë më liberalë se ç'duhet, apo janë më të rrept me fëmijët, apo thjesht nuk e kuptojnë botë kuptimin e fëmijës? Unë mendoj që i gjithë problemi qëndron të botë kuptimi. Prindërit sot e kanë shumë të vështirë të kuptojnë botë kuptimin e fëmijëve të tyre, sepse rritja dhe zhvillimi i tyre po ndodh me hapa gjigant, me hapa galopant. Është shumë e vështirë ta kapësh ritmin e tyre, jo vetëm kur je prind dhe nuk ke një formim psikologjik apo një formim të ngjashëm, por mbi të gjitha është shumë e vështirë kur është e përfshirja psikoemocionale tek fëmia logjikisht, por në të njëjtën kohë është edhe ajo përgjegjësia prindërore. Dhe prindrit sot nuk dinë se si të jenë, a të jenë liberal, a të jenë autoritar, apo si thua të përpiqen të kuptojnë botën e fëmijëve të tyre deri në nivelin sa ndoshta dhe ata të dëmtohen prej lirisë që prindrit janë të detyruar t'i japin. A kanë pak fajli, ta quajmë, t'i vëmë pak në faj dhe institucionet, se shpesh flitet për prindrit, nuk janë prindrit kuptues, nuk janë mirë kuptues, po institucionet, çfarë roli duhet kenë? A nuk duhet jenë pak më shumë bashkëpunues me prindërit, mësueset, bëhet fjalë për adoleshentët, mësueset e shkollës fillore, për psikologët e shkollës? Patjetër që po. Në gjykimin tim, nëse shkolla nuk është një institucion edukues, ka dështuar totalisht misionin e vet. Nëse ne nuk i edukojmë qytetarët e së ardhmes, atëherë nuk na ka ngel më asnjë mision tjetër për të përmbushur. Shkolla nuk duhet të jetë kursesi një vend që mësojmë matematikën, kursesi një vend që mësojmë të shkruajmë dhe të lexojmë, nëse së pari ne nuk mësojmë të bëhemi qytetar. Në syrin tim të paktën edhe nga eksperienca e punës, kam parë që e ka humbur këtë mision prej vitesh institucioni arsimor. Ka humbur misionin thelbësor dhe kryesor të saj, që është edukimi. Është kthyer në një institucion mësimdhënës, por edhe aty në momentin që ne nuk i kemi këta fëmijët të trajtuar mbi të gjitha si njerëz, si qenie humane, patjetër që do dështoj edhe ai aspekt. Jo më larg se para 2-3 javësh po lexoja që ka rënë shumë niveli i nxënësve në Shqipëri. Mua nuk më përbën habi absolutisht. Unë mendoj që ne kemi fëmijë shumë herë më të zgjuar se sa më përpara, shumë më të aftë për të përballuar shumë gjëra në jetë, janë të zotët e vetes, por patjetër që do bjerë niveli arsimor për sa kohë që shkollat janë katandisur në këtë derexhe që janë katandisur, do thoja unë. Është shumë e vërtet, ne kemi pas edhe fenomene ku janë vrarë fëmijët në ambientet të shkollës madje. Po sepse është indiferenca e të trajtuarit të nxënësit si një qenie njerëzore me nevoja ekstreme të mirëkuptimit, të mësuarit mbi sjelljet pozitive.
Ju përmendet edhe psikologët e shkollave. Patjetër që psikologët e shkollave mund të bëjnë një punë shumë të madhe me nxënësit, me fëmijët nëpër shkolla. Problemi qëndron a munden ata ta bëjnë, duke marrë parasysh numrin që kanë, dhe unë përmenda pak më parë që po ecën me ritme galopante zhvillimi i tyre. Edhe situatat gjithashtu ecin paralel me zhvillimin e tyre. A mundet një psikologe që të në një shkollë me 1000-1500 nxënës të arrijë të kapi çdo situatë për ta parandaluar, për ta trajtuar, për të arritur pastaj në qëllimin kryesor që ka një psikolog i shkollës, për të zgjidhur ato konflikte dhe për të evidentuar problematikat që mund të kenë fëmijët, jo vetëm në shkollë, sepse nuk trajton vetëm problemet që krijohen në shkollë. Fëmia në shkollë reflekton edhe sjelljet të nxitura nga gjendja familjare. Por mendoj që është e pamundur. Nëse nuk rritet numri i psikologëve në shkolla, nuk mund të presim asgjë prej tyre. Ju po më thoni që ka të bëjë shumë edhe mënyra se si sillen prindrit ose si janë mësuar në familjet e tyre. Po, sa ka të bëjë mënyra e jetesës, le ta quajmë mënyrë jetese në familjen ku ato rriten? Shiko, prindërimi është diçka që buron nga personaliteti i individit. Personaliteti i individit pastaj ndërtohet sigurisht duke patur edhe të gjithë barën e të kaluarës, të eksperiencave dhe të shembujve që ka pasur në jetë. Nëse ne kemi pas një fëmijëri të caktuar dhe një shembull të caktuar prindërimi, zgjedhin zakonisht të veprojnë në dy ekstremitetet, ose totalisht e kundërta e saj, sepse individi mund ta ketë provuar në kurizin e vet, si të themi, që nuk i doli për mirë ai stil prindërimi, ose identik të njëjtin stil prindërimi. Është ajo tavolina e papastruar që është vendosur aty pluri, dhe në momentin që ti e shikon të duket se ajo është ngjyra e duhur për të. Ju si psikologë dhe nga eksperienca juaj, çfarë është ajo gjë që ja thoni gjithmonë prindërve për prindërimin, për fëmijët? Gjëja që e kam thënë dhe ta them çdo herë është lërini fëmijët të janë fëmijë. Po kërkojmë ndonjëherë nga ata që të mendojnë si të rritur, të sillen si të rritur, të mendojnë si të rritur, dhe po harrojmë që jemi duke ju vjedhur atyre vitet më të bukura të jetës, ato vitet ku përgjegjësia nuk është për ta, nuk është për shpatullat e tyre. Patjetër që edukohet përgjegjshmëria tek fëmijët në moshë shumë të vogël, por përgjegjshmëri deri aty ku ata mund të shkojnë. Për shembull, kam hasur situata ku mësuesi bën sjellje të papërshtatshme kundrejt nxënësit, të papërshtatshme i referohem jo sjelljeve jo të pranueshme të një mësuesi ndaj nxënësit, dhe prindi reagimin e parë e ka duke ja dhënë përgjegjësinë fëmijës. Pse ç'a bëre ti që të foli zysha në atë mënyrë? Po, pse ç'a i bëre ti zyshës? Por nuk është përgjegjësi e fëmijës kjo. Edhe nëse fëmia e ka bërë një gabim, mendoj që është përgjegjësi e të rriturit shumë më shumë se sa e fëmijës për të treguar kufijt edhe normat e sjelljes brenda në institucionin arsimar. Edhe kjo është shumë e vërtet. Unë mund të ndaj një episod kur unë kam qenë në klasë të parë, po bëra një nga ato sjelljet që sot nëse ndodh, reagimet mund të jenë nga më të çuditshmet nga zyshat. Më kujtohet që nga ato të qarat kur kam hyrë në klasë, mbasi u shqetësova, doja të dilja, doja të ikja se kisha frikë se më kishin lënë aty, dhe i kërkoj mësueses time të klasës së parë, i them mahet buk dhe do ikë jashtë të blej diçka. Dhe ajo me gjitha të qetësinë, butësinë, ëmbëlsinë e vet, erdhi u ula për meje dhe po më shpjegonte se sa e rëndësishme ishte që unë të mësohesha se duhet të haja në kohën e pushimit. Për mua është një moment që ka ngelur edhe sot në mendjen time, dhe aty fillova që realisht ta dua shumë atë mësuese. Ta dua mënyrën se si komunikon dhe faktin që nuk më qortoi për atë sjelljen time shumë të gabuar, sepse për një të rritur ajo është një sjellje e gabuar. Unë duhet ta dija që s'dal dot nga ora e mësimit. Por për një fëmijë që isha atëherë, ishte normale të kërkoja nevojat e mia të parat. Atëherë edhe fëmijët shkojnë me qef në shkollë. Sigurisht që po. Nëse ata ndjen të ngrohtë, nëse ata ndjen të dëgjuar, të mirëkuptuar, e kështu me radhë, patjetër që shkojnë me qef.
Kleati e di që unë kam një qendër studimi mbas shkolle për fëmijë. Dhe një nga gjërat që më mbush më shumë zemrën aty është pikërisht dëshira që ata fëmijë kanë për të ardhur. Unë e di shumë mirë nga buron ajo dëshirë. Buron nga mënyra se si ata trajtohen aty brenda. Kështu që unë nuk mendoj se bëhen çuditëra aty përveç se u ju jepet dashuri pa kufi. Ju jepet dashuri dhe mbështetje, edhe ndihen edhe të dëgjuar. Nëse ata fëmijë do ndiheshin po një lloj dhe në institucionin arsimor, jam e sigurt që do ta kishin shpalos të gjithë potencialin e tyre si njerëz. Madje do të thoja që ditëve të shtunat ta zgjasësh pak më shumë orarin. Stafi im nuk është dakord me këtë. Po jam dakord fëmijët tanë. Atëherë për te shakave, unë jo më kot kam pritur kaq gjatë që të kem në studio, të flasësh rreth prindërimit, dhe unë e di shumë mirë vlerat që ti ke, mirëkuptimin dhe zgjuarsinë që ti ke. Këto nuk janë thjesht fasada. Këto i vërtetojmë jo vetëm unë, por shumë prindër të tjerë. Tani do kalojmë nga një pjesë në pjesë tjetër. Do kalojmë pak tek dashuria. Unë e di shumë se ti e di shumë mirë që ti je shumë pro dashurisë. Ti je një reflekton edhe sot, por edhe gjithmonë që ti je pro, kemi bërë dhe biseda bashkë, që ti je pro dashurisë. Vërtet. Por unë nuk jam shumë pro dashurisë në moshat të vogla. Në moshat të vogla kur se po dashurit sot kanë vazhduar që 13 vjeç, 12 vjeç. Shiko. Nuk mund quhet dashuri ajo, po janë këto që varet nga koncepti për dashurinë, se nëse ne flasim për atë ndjenjen e bukur, atë ndjenjen e ëmbël, atë ndjenjen që na bën të zgjohemi në mëngjes me dëshirë, na bën të ndjehemi të rëndësishëm për dikë që nuk janë më vetëm familjarët tanë, mendoj që është një nga ndjenjat më të bukura që njeriu përjeton. Por ajo që mendoj unë se duhet të ndërhyjnë pak, sidomos prindrit me fëmijët e tyre në pubertet, në adoleshencë, po ndoshta edhe më herët, është të mësojnë konceptin real të dashurisë. Dashuria nuk është kontakti fizik, dashuria nuk është puthja, nuk është akti seksual, nuk është konsumimi total i saj. Dashuria mbi të gjitha është ajo ndjenja e bukur, ajo ndjenja që të ushqen shpirtin edhe të bën të ndihesh i ngrohtë. Kemi parë shumë raste rista në fakt, ku i fundit ishte ku një vajzë u dhunua dhe arsyet e kësaj dhune ishin për një djalë. E qartë. Prandaj unë them që është shumë e rëndësishme të mësojnë konceptin e dashurisë. Dashuria mbi të gjitha është diçka që nuk merret me dhunë. Nëse ti e përfiton atë dashuri nëpërmjet asaj që je, nëpërmjet asaj që ofron, atëherë do ta jetosh në dimensionin më të bukur të saj. Nëse nuk është e destinuar për ty ajo dashuri, çfarë do lloj gjëje që të bësh nuk është për ty. Dashuria është delikate dhe në asnjë formë të saj nuk mund të toleroj dhunën, qoftë atë fizike, qoftë psikologjike, emocionale, as dhunën mes partnerëve, por as dhunën që të tjerët, njëri nga partnerët mund të ushtrojë te persona të tretë për të, në thonjsa për të mbrojtur dashurinë. Dashuria nuk ka nevojë të mbrohet nga të dy, ndaj gjithë botës, por nuk ka nevojë të mbrohet me dhunë. Absolutisht jo. Ajo nuk është më një dashuri. A të vinë vajza më shumë. Qoftë mosha të reja, po qoftë edhe mosha pak më të rritura, që kanë kaluar, kanë përjetuar një marrëdhënie që nuk janë më, por kanë kaluar aq shumë sa që nuk janë edhe mirë mendërisht, kanë probleme të shëndetit mendor. E theksojmë dhe këtë duke marrë shkas se kanë tentuar që të vetë vriten në mënyra të ndryshme. Cili është rasti më i vështirë që ke kaluar? Kanë qenë disa raste në fakt, por përmbledh tazi po përmend rastet kur janë dashuruar në moshë shumë të vogël, me djem më të rritur se to, dhe rruga e tyre ka qenë trafikimi, dhunimi dhe trafikimi. Patjetër që më mbrapa ka qenë shumë e vështirë për ato vajza që të arrijnë të besojnë se ekziston dashuria dhe të besojnë që është një situatë që nuk përsëritet çdo herë nëse ti tregohesh e kujdesshme dhe aq më tepër që tashmë je një vajzë e rritur, edhe supozohet që edhe të analizosh më ndryshe, të mendosh më ndryshe dhe vendimet e tua të jenë më të pjekura. Sot ndarja është bërë shumë më e thjeshtë të ndahesh me dikë sa të zgjidhësh problemin që ti ke. Por
krahasuar me vitet para 10 vitesh, 20 vitesh, ndarja nuk ekzistonte, pothuajse fare. Është më mirë kjo që ndahet. Shiko, mami im ka një shprehje dhe thot ju jeni brezi që kur thyet e hidhni nuk e ngjisni. Që do të thot nuk përpiqemi mjaftueshëm për të ruajtur atë gjën që kemi. Në këtë rast edhe dashurinë, edhe marrëdhënien, edhe familjen. A është kjo diçka që ka ndryshuar me zhvillimin, me modernizimin e shoqërisë, nëse mund ta quajmë kështu? Mendoj që po. Në të njëjtën kohë mendoj që është shtuar në mas edhe me ekspozimin. Është shumë e lehtë sot që ne të shohim shembuj të tjerë që na ofrohen dhe lehtësisht mendojmë që mund të heqim dorë nga marrëdhënia që kemi, nga familja që kemi për të ndërtuar një tjetër marrëdhënie që na duket së jashtëmi më perfekte, më e bukur. Mendoj që është diçka që nuk do ndryshoj me kohën për mirë. Do me thënë, nuk është mirë. S'ka shpresa. Nuk ka shpresa, klia fare. Risa ti në klinikën tënde, ke dhe persona që vuajnë nga ankthi. Po, e vërtet. Je një person që kushdo që vjen aty të beson 100% ty. E vërtet. Një nga personat më të besueshëm të çdo kujt që vjen dhe vendos të rrëfehet dhe të shprehet. Në fakt unë jam shumë kurioze të di. Ankthi ose depresioni, a mund të shërohet pa ilaçe? Patjetër që po. Madje unë jam fanse e të trajtuarit me forcën e individit, patjetër. Nuk përjashtoj absolutisht rastet kur gjendjet janë të agravoara pafundësisht edhe nuk mund të kalohet pa trajtimin medikamentoz, por që po, unë besoj fort që individi ka të gjithë forcën dhe potencialin dhe mundësinë për të ndihmuar veten e tij dhe për ta nxjerrë nga ajo errësira se ku është futur. Pyetja që bëjnë njerëzit më shumë. Okej, ankthi nuk shërohet me ilaçe. A rikthehet përsëri? Patjetër që po. Ka raste kur gjendjet anktioze rikthehen, e para kur nuk trajtohen në formën e duhur. E dyta, unë e them gjithmonë, nëse nuk ankthi është stil jetese. Nëse ne trajtohemi dhe nuk është qëllimi i trajtimit ndryshimi i stilit të jetesës në gjithçka, që nga oraret, që nga mënyret e menduarit, që nga forma se si ne jetojmë dhe ndërtojmë ditën, atëherë po, predispozitën për të rikthyer gjendja anktioze, patjetër që ekziston. Varet pak edhe nga personaliteti i individit. Ka të bëjë personaliteti? Po, patjetër që po, sepse në të njëjtën situatë mund të jenë dy njerëz të ndryshëm që reagojnë në forma të ndryshme. Dikush ka nevojë për asistencë psikologjike për ta kapërcyer atë situatë, një person tjetër e ka forcën e mjaftueshme për ta kapërcyer vetë. Ankthi vjen si pasojë atyre çfarë ke kaluar. Është një nga faktorët, patjetër që po. Ka të bëjë, domethënë. Patjetër që po. Është një nga faktorët. Po nëse unë kam pasur diçka ose kam fobi diçka. Që unë kam fikën. Mendoj që e di. Më ka ndodhur diçka kur kam qenë më e vogël, domethënë çdo gjë që unë e përjetoj sot ose një fobi e caktuar, lidhet me ato që ka kaluar. Në 90% të gjërave po. Cilat mosha janë më të prekura sot nga ankthi? Të rinjt. Pse ndo? Kur them të rinjt, i referohem që nga mosha e adoleshencës deri 30 vjeç, 35 vjeç. Mendoj që ecën aq shpejt jeta sa e kanë të vështirë sado që vrapojnë për të mbritur në destinacion. Mendoj që është një nga arsyet kryesore. Tani, kam një pyetje nga mendja ime. Ti, kur vjen një person, në fillim ose e sjell mami, e kupton ti kur ai nuk të shprehet 100% ose sigurisht të gënjen pak? Sigurisht që po. Gjithmonë, sepse shiko, ne nuk drejtojmë pyetje të rastësishme. Ne gjithmonë, ndërkohë që e marrim informacionin nga personi që kemi përballë, në bazë të atyre ndërtojmë edhe pyetjet tona dhe kur gjërat nuk lidhen përveç se gjuha e trupit tregon mjaftueshëm sado që të përpiqen njerëzit për ta ruajtur veten mos të jenë të lexueshëm, po patjetër që po, në pjesën më të madhe të rasteve, për mos të thënë në çdo rast po. Pastaj mënyra se si ne reagojmë,
është gjë tjetër. Herë bëjmë sikur e besuam edhe e kaluam për ta hapur ndoshta si diskutim në një moment të dytë, ose për t'i lënë të kuptojë që deri për ta lënë për të parë deri ku do shkojë deri ku do shkojë dhe çfarë pret të arrijë. Tani para se të bëjmë mbylljen e kësaj bisede dhe një mesazh nga ana jote, unë do doja të di se deri në sa seanca i nevojitet një personi që të jetë okay. Në fakt të gjithë bëjnë të njëjtën pyetje. Sa seanca më duhen mua? Dhe unë kam gjithmonë të njëjtën përgjigje. Kështu që mos më pyesni më se po jap tani përgjigjen. Absolutisht nuk është një gjë e prerë me thik. Madje kur kam dëgjuar nga persona të ndryshëm që janë drejtuar në klinikë thonë më ka thënë për 5 seanca, më ka thënë për 10 seanca, çuditem sepse ti nuk e di çfarë të pret. Nëse ti nuk e fol me klientin tënd, apo pacientin tënd, ti nuk e di çfarë të pret. Dhe 10 seanca në gjykimin tim nuk mjaftojnë as për të ndërtuar marrëdhënien mes terapistit dhe pacientit. Nuk mjaftojnë sepse varet edhe nga tipi edhe nga natyra që ka se sa i beson të tjerët, edhe pse mund të vinë me këmbë të veta aty, ne nuk jemi perëndia aty. Jemi një i panjohur që ata kanë dyshimet e tyre nëse e meritojmë apo jo besimin e tyre. Kështu që unë mendoj se nuk mund të flitet me numër seancash, por e sigurt është që pacienti e ndjen edhe vetë rikuperimin, e ndjen edhe vetë përmirësimin, e ndjen vetë se kur vjen momenti që të filloj të reduktoj numrin e seancave dhe të kaloj në seancat e kontrollit. Për shembull, unë personalisht një seancë më duhet me të i kafe. Edhe e shoh botën pak më ndryshe. Unë personalisht varet dhe energjia, ka të bëjë dhe energjia. Është kryesorja. Të paktën personalisht gjithmonë në fund të seancës pyes si u ndjeve sot, sidomos kur është seanca e parë, si u ndjeve sot dhe u ndjeve mjaftueshëm komod në prezencën time. Dhe për të marrë një përgjigje sa më të sinqertë, gjithmonë ju bëj me dije që nuk ka të bëjë, nuk është diçka që unë e marr personale. Unë nuk do mërzitem me ty nëse ti më thua që nuk u ndjeva rehat, sepse është një kimi që duhet të ndërtohet. Nëse ajo kimia nuk ndërtohet, nuk mund të presim rezultatin pozitiv as ne as pacienti. Nuk ka të bëjë fare me aftësitë profesionale kjo gjë. Ka të bëjë me atë që ne përcjellim si njerëz dhe atë që kërkon personi përballë nesh. A kanë më tabu persona të vinë në psikolog? Mendoj që vazhdon të jetë tabu, por absolutisht në masën që ka qenë shumë vite më përpara. Besoj është më shumë nga meshkujt. Shiko, varet se mua më ka rastisur për shembull që një pjesë të madhe të pacientëve të mi të jenë meshkuj. Ndoshta edhe rrethi, domethënë sugjerimet nga njëri tjetri, por mendoj që ka ndryshuar situata. Pandemia ka bërë të vetën në këtë aspekt, sepse shkoi niveli i nevojës aq lart sa nuk pyesej më njeri për paragjykime. Dhe një pyetje të fundit, të lutem. Para mesazhit, se ta thash, kam po 3 pyetje tjera. Çfarë nuk duhet i themi kur një personi që vuan nga ankthi? S'ka asgjë bën kot. Kur nuk duhet ta themi këtë? Asnjëherë. Çfarë duhet të bëjmë? Më besoni që ata duan më shumë se kush do të jetë rrotull tyre të dalin nga ajo situatë, edhe t'i rikthehen vetes së tyre në versionin në mos më të mirin, në atë versionin që ishin më përpara. Ajo që duhet të thoni është duhet të kontaktosh me një profesionist. Ndihmë të madhe se kaq nuk mund t'i jepni. Kjo ishte edhe një formë këshille, po unë do doja këshillën e fundit për fëmijët, për ato që ti do më shumë. Çfarë këshille ke për fëmijët dhe për prindërit që nuk futen atë bot kuptimin e fëmijëve? Për fëmijët do thoja jeni të lumtur, jetojeni të gjithë këtë moshën e bukur që po jetoni sot. Edhe bota ka shumë ngjyra kur ju zgjidhni të jeni fëmijë dhe mbi të gjitha i detyroni dhe të tjerët, në këtë rast prindrit, mësuesit, kujdestarët, çdo që merret me ta, të futen në botën tuaj dhe jo të detyroni ju të hyni në botën e tyre. Ndërsa për prindrit do thoja që nëse nuk ja dalin vetë të kërkojnë ndihmë, sepse prindërimi nuk është diçka që nëse nuk e bën mirë e ndryshon prap. Vetëm një herë ke mundësinë të jesh prind dhe të marrësh vendime për fëmijën tënd. Ato vendime pastaj mund të shënjojnë të gjithë jetën e fëmijës. Risa, të falenderoj pafund, ishte kënaqësi dhe je gjithmonë e mirë pritur. Me shumë kënaqësi gjithmonë.
E ftuara e radhës është Bora Mitrovica, e cila është një protestuese dhe është një person që i don shumë kafshët. Bora, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Përshëndetje, faleminderit që më trite. Atëherë, çfarë u nxori në protestë që ditën e parë dhe vazhdoni të protestoni? Okej, unë kam 23 vjetë që pres për këtë ditë, nga dita që më sollën në Kanada, deri tani, kur e pash protestën, kur pash videot e Arit në Instagram, se na kanë bllokuar shumë lajme në linjat sociale në Kanada, kur pash kërkova më shumë informacione, u kënaqa shumë. Prita për çunin të bënte 2 vjeç me datën 16, hypa avionit dhe erdha këtu. Sa mirë, ti ke dhe një djalë. Kam dy çuna. Ti kesh me jetë dhe 100 vite sa më shumë gra djalit. Ti jeton në Kanada. Po, në Calgary, Alberta. Edhe ka ardhur në Shqipëri vetëm për protestën. Po, kam familje këtu, po të them të drejtën nuk i thash asnjëriu që do vija këtu, që të gjithë më panë në protest duke bërtitur dhe ulëritur. Për gjithë to kauza në fakt që ndodhin në Shqipëri. Po. Më vjen mirë që edhe ju që jetoni jashtë, e keni familjen jashtë, prapë protestoni për Shqipërinë, për shpëtimin e Shqipërisë, dhe është diçka shumë e mirë kjo. Unë doja të di, a ka qenë ndonjëherë ke pasur në një moment kur ke menduar të tërhiqesh nga protestat dhe mos shkosh më? Jo, unë kisha biletën që të shkoja, do rria këtu vetëm 2 javë dhe do shkoja mbrapsh. Nuk ika, ndrova biletën, pastaj duhet të ikja dje, në ora 3 të mëngjesit, duhet të isha Karinas. Nuk e ndrova biletën këtë herë, humba fare. Gjeta një qenë në rrugë, e kam ke Airbnb tani, po i bëj pasaportën qenit. Që ta marrësh me vete? Po. Ka shumë i do kafshët ti? Po, patjetër. Mua nuk më vjen keq shumë për njerëzit, se njerëzit kanë gojën e vetë. Kafshët nuk kanë gojë, ato rrinë aty, nuk kanë mundësi që të flasin. Ne kemi njerëz që din të flasin dhe mbajnë gojën mbyllur, kështu që me qentë dhe me macet merrem. Ma trego pak më shumë të historinë e qenit. Babi im, ai stërviste qenë, unë u rrita me qenë, u rrita me shumë kafsh, jo vetëm me qenë, kisha pula gjitha. Gjithë jetën kam pasur shumë lidhje me kafshët, janë shumë speciale, edhe babi më ka mësuar në qoftë se do një njeri besnik, mos e shiko njeriu, shikoj qenin. Qeni mbahet si kafsha më besnike. Po. Ti e ke dhe babi një figurë të njohur për Shqipërinë. Po. Jam shumë krenare që kam babin Hasan Mitrovica, ai ka bërë shumë gjëra për Shqipërinë, ka punuar gjithandej, ka stërvitur qenë të policisë, ishte krau i djathtë i Sali Berishës dhe iku kur pa korrupsionin. Atë integrity kam unë, e kam marrë nga babi im. Çfarë mendimi ka babai yt sot për ty personalisht që po proteston dhe po sakrifikon, se kjo është një sakrificë? Po, babi është shumë i kënaqur, babi ishte njeriu i vetëm që e dinte që unë të vija këtu. Ai është shumë krenar për mua dhe fjala e babit dhe mendimi i babit është vetëm fjala që unë kam vlerësi tani. Ai do ishte këtu me mua, po nuk ishte mirë, ishte smur. Unë i thash ta merja, po ai nuk donte që të më ngatronte mua, edhe atë respektoj shumë, se ai e di se si jam unë. Si je ti? Unë shkoj në marshim me daullën tim, jo me daullet të tjerëve. I march to the beat of my own drum. Kam parë dhe një video që ke vizituar gjyshin. Po, ai është një figurë shumë e madhe. Është një figurë e njohur gjithashtu dhe gjyshi. Po, patjetër. Ai nuk është gjyshi im biological, po u kam rritur me atë. Ai dhe gjyshi im ishin vlezër. Gjyshi im me gjak ishte Ibrahim Mitrovica.
ai ka vdekur tani, po ai bëri shumë gjëra të mira për Shqipërinë. Punonte si guzhinjer, kishte lokale, punoi për Enver Hoxhën, punoi me Sali Berishën. Ushqente gjithë Shqipërinë, blente ushqim, gatonte vetë kur nuk kishte punë dhe ja jepte njerëzve në rrugë. Ato gjëra i kam mbajtur unë me veten time dhe kështu ky tip njeriu dua të jem për jetën time. E di që unë bërtas shumë, po kur bërtas nuk bërtas që të ngacmoj njerëzit ose të i ofendoj, bërtas se unë dua ta gjaku i shqiptarëve ka humbur një çik, edhe për këtë më vjen keq dhe dua ta nxij një çik gjakun që ato të ngrihen, se i kemi burrat duke parë filxhane ke kafja dhe nuk e di çka ka thënë filxhani, do ta fitojmë. Ti nuk beson te filxhani, ja? Unë besoj ke goja ime. Bravo. Po me Reshat Arbanin, çfarë lidhje keni? Ai është daja i babit tim, unë e thras gjysh nga respekt. Ai është e ka jetuar jetën e vet që të përdorte zërin për popullin dhe unë dua që tani të përdor zërin tim për që të gjithë familjen që kam dhe që t'i nderoj në një mënyrë që ato të kenë demokracinë që e kanë kërkuar për gjithë jetën. Dua që pleq këtu, jo vetëm Reshati, po që të gjithë të vdesin me demokraci. Dhe kjo është shumë rrënqethëse dhe mua më pëlqen shumë që ti vjen nga një familje e njohur, një familje artistësh, le ta themi, dhe ke kaq zë, ke kaq shumë dashuri për Shqipërinë dhe do të bësh të pamundurën për shpëtimin jo vetëm të Shqipërisë, por të shumë personave që pavarësisht se janë kundër këtij sistemi nuk flasin. Dhe më vjen shumë inat me personat që nuk flasin. Edhe mua më vjen inat, po e shikoj edhe anën që njerëzit kanë frikë. Dhe prandaj erdha këtu që të bëja zëri për ato që kanë frikë. Politika në Shqipëri nuk është se si ja bëjnë botës. Edi Rama është master i manipulations. Se si ja tregon vendas Shqipërinë, nuk është Shqipëria që jetojnë njerëzit këtu. Politika këtu ndron, po nuk ndron në një mënyrë që po ndron për shtetin, ndron vetëm fytyrat, ndrojnë emrat, ndrojnë posterat, po politika është njësoj, nga Enver Hoxha, nga Sali Berisha, nga Edi Rama, asnjë gjë nuk ka ndruar. Pse jemi neve në vitin 2026 dhe njerëzit po mbledhin akoma ujë me bidona për shtëpit. Këtë e bëja unë kur isha e vogël, mbledhnim ujë me kova. Është keq që të vik tani dhe të shikoj njerëzit që ishin të ri atëre, janë pleq tani, akoma duke mbledhur ujë. Po ne kemi ujë që të shkoj Rama dhe të laj qa shkruajnë flamingot në tokë. Pse kemi ujë për ato gjëra, pse kemi ujë për turistat, po nuk kemi ujë për shqiptarët që kanë ndërtuar Shqipërinë. Kjo nuk është vetëm për ujin, kjo është edhe për spitalet. Për dritat, për spitalet, për ushqimin, për të gjitha. Dhe për varfërinë. Po. Cila është kauza më e madhe që ju protestoni? Një të vetë me duam, se dim se ka shumë kauza. Prandaj mora frym ashtu. Për mua, unë dua lirinë në Shqipërisë, unë dua që kjo qeveri të iki, jo vetëm qeveria, jo vetëm ato që janë në zyrë, po edhe policat, se policat po mbrojnë këtë qeveri. Policat duan të thënë që janë me ne, ato nuk janë me ne. Dua që njerëzit shqiptar të kenë këtë tokë, që mos ta shesim, pse po shesim një tokë që ne nuk e kemi shijuar vetë. Mua ma vodhën jetën këtu, si mund të vinë fëmijët amerikanëve dhe të shijojnë këtë tokë kur unë qaj për këto trotuare për ditë në Kanada.
Bora jem të vërtet një vajzë shumë me vlera, shumë e guximshme dhe unë ta dhuroj. Ne nuk njihemi personalisht, unë me çka kam parë në rrjetet sociale dhe doja domosdoshmërisht që do kisha një femër kaq të fortë sa ti, një femër që din të flasi për vështirësitë dhe ka mall për Shqipërinë. Se unë që jetoj në Shqipëri, ta them trotë që unë dua të ik nga Shqipëria. Dhe them nuk do më marr malli kurrë për Shqipërinë me këto kauza kaq të mëdha që ndodhin në Shqipëri. Në qofë se prindët e mi më kishin thënë të vërtetën që unë do u largoja nga Shqipëria në një mënyrë që nuk do vija mbrapsh, edhe kur isha e vogël nuk do kisha ikur, do bësh gabimin më të madh. Jeta atje nuk është lule, po kemi ca gjëra që ju nuk keni këtu, po varfëria më e madhe është kur nuk e ke tokën tënde dhe nuk ke familjen tënde afër. Unë çunin e parë që është 14 vjeç, e kam lindur në Calgary, e kam rritur aty, po në qoftë se shkon edhe e pyet qa është, ai thot jam shqiptar. Varfëria nuk është vetëm që nuk ke ujë se nuk ke drita, është kur nuk e ke tokën, edhe nëna ime është Shqipëria. Me që fole për djalin, për dy djemt, unë doja të di, djemtë tu flasin shqip? I vogli është i vogël, nuk besoj që flet, por që i madhi. I vogli, neve nuk shikojmë Miss Rachel në shtëpi, neve shikojmë Miss Ella. Ajo ka ca episoda shumë të bukura, ai po mëson abetaren shqiptare, e lexoj shqip, edhe çuni i madh, ai ka dëshirë të mësoj shumë gjëra, flet një çik shqip, po mëson shqipen më mirë, edhe po mëson Japanese, nuk e dija, po mëson të vetë për një vit. Ai do të bëhet avokat, edhe ai ka ëndra që të vim mbrapsht në Shqipëri. E them mbrapsht se e kam sjellur çunin këtu përpara, edhe nuk donte të ikte, dhe ai, edhe unë nuk doja të ikte, në bërtiti nëna, tha ik, edhe kisha qenin atje. E mendon të rikthehesh në Shqipëri? Po, patjetër. Unë kam kërkuar për tokë këtu, dua që të kem një shtëpi këtu, kam punuar shumë fort në Kanada, tani nuk kam mundësi të vi, jo nga vetja ime, po nga që babi ishte smur me zemër, dhe ai ka takime me doktora për javë, ku ta sjellun këtu pa doktora? Këtu është vështirë dhe të shkuara babait. Faleminderit. Në fakt, pyetja që u drejtohet shumë protestuesve, nëse jo kryeministri Edi Rama, kush do ta hudhej Shqipërinë? Populli shqiptar është shumë i fortë dhe unë dua që ato ta mbajnë mend që kur ne ta hedhim Edi Ramën, dhe do ta hedhim, nuk do ta hedhim vetëm nga zyra, do ta hedhim në plera, si hodhi Shqipërinë, atë do ta hedhim ne, por nuk do ta hedhim në plera shqiptare, do ta çojmë në Izrael, se aty do të jetë ai. Populli duhet të ngrihet. Qa kemi intelektuale gjithë, merrini karriget, se ato karriget janë për ju. Jo për plerat që vinë nga vende që i marrin njerëz, e them plera, e them me zë shumë të fortë, se nuk mund t'i thras njerëz. Ato, në qoftë se ngordhin tani, unë as nuk do qaj, po do kërcej, do marr daulle vetë, dhe do këndojnë dhe do kërcej. Nëse do të shkoj në protest me qenin që ti e ke marrë, e ke gjetë, do t'i bësh pasaportën kanadeze. Po. Me çfarë pankarte do i vendosje qeni do të shkojmë në protest? Çfarë do shkruante ajo pankarte? Ati ja kam vënë emrin Tomka. Unë nuk mbaj pankarta në dorë. Qeni është shumë i urtë, po për atë le unë ke protest. Kështu që pasi pankartë, ti zëri qenit.
Po. dhe i të gjithë kafshëve që në Shqipëri nuk i vlerësojmë. Dhe për atë më vjen shumë keq, se mënyra se si i përdor kafshët thot shumë për tipin e njeriu që je. Njerëzit më shajnë mua shumë, po këto njerëzit që më shajnë mua, i kam parë që i gjujnë qenve me shkelmë. Si mund të shash një njeri kur ti bën gjëra më të këqija vetë? Unë nëse unë jetoja këtu tani, shpinë të ta kisha mbushur plot me qenë dhe me macë. Dhe kjo do të thotë kur ti ke dashuri kaq të madhe për qenë dhe macë, imagjino sa dashuri ke për njerëzit, dhe kjo tregon shumë për ty se çfarë natyre je. Njerëzit i dua shumë. Jo Edi Ramën, ama. Edi Rama nuk është njeri. Nëse do ta cilësoj Edi Ramën si kafsh, çfarë lloj kafsha do ta quaj? Asnjë kafsh fare. Miu, se nuk i kam qef mint. Brejtës. Edhe mi sa ai na ikën nga Shqipëria, qa kryeministri vetëm je purdra dhe nuk vjen në Shqipëri. Më qifet gjithandej, kështu tamam mi është. Je bullizuar ndonjëherë nga protesta, nga protestuesit, apo ke pasur gjithmonë mbështetje? Si është marrëdhënia mes protestuesve atje? Ne jemi aty për një kauzë që të gjithë kemi ca mendime të ndryshme, qa them unë, një njeri tjetër nuk i ka qef, po në fund të ditës jemi aty për një gjë bashkë. Për një qëllim. Po, dhe duhet të mendojmë këtë. Në qoftë se nuk më ke qef mua si person, mbaje mend që unë jam vetëm një trup aty që të bëj marshimin dhe kauzën më të madhe. Nuk jam zëri i protestës, jam vetëm një njeri për veten time. Po shok ke njohur gjatë protestës? Po, shumë. Kam gjithë shokët i kam këtu tani, se kanadezët nuk din shoqëri. Një ndër to kemi dhe Arin. Po, Ari ishte një nga njerëzit e parë që takova këtu, çunat përpara që janë ke Flamuri, Shkëlzen Pushi është njeri i mrekullueshëm, kam shumë respekt për atë. Ai më ka mbrojtur shumë herë, se janë njerëzit që të ngacmojnë, ai e di që unë jam e fortë dhe mbaj veten time, po si burr shqiptar ka ardhur dhe ka folur për mua dhe këtë e vlerësoj shumë. Është për të vlerësuar. Po. Tani bëra përmbyllje të kësaj bisede kaq të bukur dhe kaq motivuese për të gjithë persona që edhe nuk kishin motivim më për të protestuar, menduan që nuk ja arrin dot qëllimin. Kjo ishte një bisedë shumë motivuese dhe shumë e vlefshme për publikun, aq më tepër për protestuesit, edhe për persona që akoma nuk kanë dalë në protestë ose dalin shumë rrallë në protestë. Dhe më shumë për vajzat shqiptare, se vajzat këtu gratë nuk kanë shumë zë, prandaj erdha këtu që të bërtas, ta hedh zërin tim në tokë dhe t'ja jap gocave këtu. Goca, gra, mbaje mend, burrat janë koka, po gruaja është qafa, pa qaf nuk lëviz koka. Bravo. Ky ishte mesazhi më i bukur që kam pas ndonjëherë në studio. Faleminderit. Je shumë e mirë, turoj shumë suksese, fëmijët i patshëm jetë dhe shpresoj që një ditë të kthehesh në Shqipëri pa këto kauzat. Dhe shpresoj shumë që të gjithë protestuesit bashkë me mua, unë mbase nuk e mbështes protestën fizikisht sepse nuk kam kohë, por jam gjithmonë me protestuesit dhe uroj shumë që një ditë të ikin këto kauzat dhe të arrijmë qëllimin ton të gjithë shqiptarët kudo që janë. Doja të thoja dhe kjo është support për kauzën që po bën ti këtu. Unë nuk do shkoja nuk do bëja interview asnjë gjë, se nuk kam ardhur këtu për famë, kam ardhur vetëm për Shqipërinë. Kur Ari më tha që të vija këtu, në fillim thash jo. Pastaj e mendova dhe pse mos ta përdor edhe zërin e qetë, jo vetëm të ulër. Ti bëj të dyja, po të lutem, unë nuk jam vetëm një zë për kauzën, ka shumë njerëz aty, prandaj hajde ke sheshi, flit me njerëzit, të rinj, pleq, të dëgjoj gjëra, të dëgjoj si e kishin jetën nga koha e Enver Hoxhës deri tani dhe merr mendjen tënde për këtë gjë. Tani unë për në fund, mesazhet i morën për të gjithë protestuesit, do doja një mesazh për të gjithë politikanët e Shqipërisë. Çfarë do t'u thoja?
bëu i fort, bëu i parë që ngriu nga karrigja, ik, se është më mirë të ikësh me krenari dhe të ikësh vetë, se sa të marrin njerëzit zvarr. Dhe njerëzit do të marrin zvarr. Do ndodhi. Kur nuk e di, po ta premtoj që do ndodhi. Bora, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Tani do të jemi në lidhje direkte me Akil Osmanin, i cili do të na tregoj pak se si do jetë moti për muajin gusht. Akil, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Atëherë nisim pak me parashikimin e motit të muajit gusht. Si pritet të jetë gushti? Në fakt, gushti në ndryshim nga vitet e kaluara pritet që të jetë mjaft më i nxehtë, pasi pritet që valet e të nxehtit, të cilat do të jenë të paktën në 15 ditëshin e parë të jenë mjaft intensive, të zgjasin në kohë, po ashtu të sjellin temperatura të larta. Presim maksimumin e këtë 15 ditësh që të kemi shumë pranë vlerave 42 gradë Celsius në qarqet e Elbasanit dhe të Beratit, pse jo dhe lehtësisht të kalojë kjo vlerë, por jo vetëm, pothuajse gjithë urtësira perëndimore do të përjetojnë temperatura të larta her pas here kur të kemi momentet e kulmit të valëve të nxehtit. Në ndryshim nga 15 ditë që i parë, 15 ditë që i sjellin dhe një rënje të lehtë të temperaturave të ajit, ku më ndjeshme do të jetë në 10 ditëshin e fundit të këtij muaji, ku ka sinjale që të kemi prezente edhe rebeshet e shtyte. Rebeshet e cilat si fillim janë kryesisht të lokalizuara në zonat malore dhe më pas pritet që her pas here të shfaqen edhe në qytetet e zonës së ulët të rreshtit, kryesisht do të jenë në formën e rebesheve që do të zgjasin nga 10 dhe në 20 minuta. Këto janë sinjalet që momentalisht kemi për muajin gusht, pa do të jetë një gusht i cili do të jetë mjaft. Fundjavat si do të jenë? Pritet të ketë rreshje? Nëse flasim për këtë fundjavë, pritet që të paktën të jetë ndikimi e temperaturave ekstremisht të larta pasi vala e të nxehtit që ka nisur gradualisht do të futet më në brendësi të rajonit të Ballkanit, duke bërë që edhe territori shqiptar gradualisht të jetë ndikimin e kësaj vale të nxehtit dhe të jetë më në brendësi, mos qëndrojë në periferi, pasi me dita sot me ka regjistruar maksimumet të cilat janë jo më shumë se 38 apo 39 gradë Celsius, duke vijuar nga mesjava dhe në vijim do të kemi rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që edhe përgjatë fundjavës në vendin tonë të përjetojnë temperatura mbi 40 gradë Celsius në një pjesë të mirë të qyteteve të zonës së ulët, duke përfshirë Shkodrën, Tiranë, Elbasanin, Beratin e Gjirokastrën. Po ashtu, vija predetare do të jetë me temperatura të larta, duke filluar që nga dita e hënë ka nisur me temperatura të larta, por rritja do të vijojë edhe përgjatë ditëve vijuese, duke bërë që maksimumet të paktën përgjatë fundjavës në vijën predetare të luhaten nga 36 dhe shumë pranë vlerave 39 gradë Celsius. Nëse flasim për kushtet atmosferike, do të kemi një mod kryesisht në pjesën më të madhe të territorit shqiptar në zotërimin e modit të qëndrueshëm, të gjitha ata të cilët janë drejtuar drejt vijës predetare përgjatë kësaj fundjave që vjen për territorin shqiptar, pritet që të kemi kryesisht të qëndrueshëm me intervale të gjata me diell, temperatura të larta. Nëse flasim pastaj për të gjitha ata të cilët do duan temperatura më komode, janë kryesisht zonat veri lindore dhe juglindja e territorit shqiptar, ku temperaturat e ajrit aty luhaten edhe vlerës 35 apo 36 gradë Celsius maksimumet në orët e mesditës. Në veri lindje të territorit shqiptar ka sinjale që përgjatë kësaj fundjave her pas here të kemi rebeshe të izoluara shiu, janë rebeshe të cilat zgjasin nga 10 dhe në 15 minuta dhe sigurisht në momentin kur kemi këto rebeshe shiu, her pas here në zonat e izoluara në verilinjet të territorit shqiptar shfaqen edhe rreshtet në formën e breshit, që në fakt në rreshtet e shiut i duam në kohë, por rreshtet në formën e breshit sjellin edhe dëme në frutikulturë. Shumica e personave pushimet i lënë për t'i bërë gjatë muajit gusht. Cilat javë sugjeron ti për të bërë pushimet, duke marrë parasysh dhe temperaturat? Nëse flasim për muajin gusht, 15 ditë që i parit i do të jetë mjaft i nxehtë me temperatura shumë të larta për të gjitha ata të cilët dëshirojnë të jenë në vijën bregdetare me temperatura që shkojnë mbi 37, mbi 38 gradë Celsius. 15 ditë që i parë i këtij muaji është mjaft i nxehtë. Nëse flasim për kushtet e modit, është mjaft i favorshëm, pasi të paktën deri në datës 15 intervalet e gjata me diell do të jenë dominante për të gjitha ata të cilët do të shijojnë vijën bregdetare, por jo vetëm për një pjesë të madhe të territorit shqiptar,
15 ditë që parë i këtij muaji, duke qenë se jemi në ndikimin e valëve të nxehtit, pritet që të sjellë temperatura të larta, por dhe mod të qëndrueshëm. Jashtim bëj vetëm zonat malore, kryesisht në Verilinje të territorit shqiptar, ku her pas here pritet të kemi vizita të përkohshme nga rreshjet në formën e rebeshit. Ndërsa ata të cilët do duan temperatura pak më të freskëta, të maksimume që luhaten rreth vlerës 35-36 gradë Celsius, pritet të jetë 15 ditë që i bytet më i favorshëm për ata të cilët do duan temperatura më të ulta, pasi gradualisht i bjerë tempi valëve të nxehtit dhe temperaturave të larta. Sigurisht që pastaj 10 ditë që i fundit, përveç se sjell temperatura pak më normale se këto që po përjetojmë momentalisht, shtohet risku për sa i përket rreshjeve, të cilat ka sinjale që të jenë prezente në territorin shqiptar. Dhe në momentet ku kemi prezente rreshjet e shiut, her pas here shoqërohen edhe me fuqizinë të parametrit të erës, çka bën që në vijën bregdetare her pas here të ketë edhe të altësim i cili do të jetë shqetësues për të gjithë ata të cilët do duan të notojnë. A ka rrezik nga temperaturat e larta dhe cilat janë zonat më të rrezikuara për flak? Nëse flasim për sa i përket temperaturave të larta, jo vetëm ky muaj, por pothuajse i gjithë vera ka qenë në ndikimin e këtyre temperaturave ekstremisht të larta. Dhe sigurisht, zonat të cilat janë më të ekspozuara si pasojë e zjarreve janë kryesisht qytetet e zonës së ulët, qarku Elbasanit, Berati, Gjirokastra, zonat malore të Gjirokastrës, po ashtu Tepelena, maksimumet të cilat regjistrojnë mbi 40 gradë Celsius, bëjnë që toka të jetë mjaft e thatë dhe bimësia të jetë e thatë, pasi ka një, përveç se temperaturave të larta, kemi një kohë të gjatë ku nuk kemi prezente rreshjet e shiut. Dhe sigurisht që në momente ku nuk kemi rreshje e shiut dhe temperaturat e larta zgjasin për të paktën 15 ditë apo 20 ditë, sigurisht që shtohet rreziku për sa i përket vatrave të zjarrit. Zonat të cilat mbeten edhe më të ekspozuara janë kryesisht zonat malore në jug dhe në juglindje, pasi temperaturat e ajrit, edhe pse në qarkun e Korçës maksimumet regjistrojnë rreth vlerës 36 në një zonë izoluar në 37 gradë Celsius, sigurisht janë temperatura shumë të larta sa vlera normale, rreth 10 apo 11 gradë më shumë se sa duhet regjistruar. Dhe nëse kjo situatë zgjat për një afat të gjatë kohor, sigurisht që bimësia thahet, mos prezencia e rreshjeve të shiut bën që ky koeficient të shtohet akoma më shumë i thatësirës dhe bën që zjarret të jenë lehtësisht të përhapen shumë shpejt, pasi duke qenë se tereni është mjaft i thatë dhe zjarri nxehet shumë më kollaj. E kuptoj. Tani unë do doja një këshill nga ana jote për të gjithë personat se çfarë të presin në muajin ngushtë, çfarë të reduktojnë dhe çfarë të kenë parasysh. Në fakt e mira është që për gjatë muajit ngushtë të paktën në këtë 15 ditë të parë të kenë kujdes lëvizjet në ambiente të zhveshura, pasi temperaturat të cilat regjistrojnë në vlerën 41 apo 42 gradë Celsius sigurisht janë temperatura të matura në hije, nëse ne qëndrojmë të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit, temperaturat e ajrit ndihen si edhe 6 apo 7 gradë më shumë në bazë të zonës ku ndodhet personi i cili dëshiron të lëvizë. Pra nëse temperatura regjistrojët 42 gradë Celsius, ajo do të ndihet si 49 gradë Celsius. E mira është që moshat e treta dhe fëmijët të evitojnë lëvizjet gjatë orareve të drekës, duke filluar që nga ora 10:30 e mëngjesit të paktën deri në 4:00, e mira është të evitohen lëvizjet e panevojshme, por jo vetëm moshat e treta, të gjitha moshat është e mira që gjatë këtij orari lëvizjet të jenë sa më të vogla, në afate sa më të shkurtra kohore dhe sigurisht nëse ne do duhet të lëvizim pastaj. E mira është që të zgjedhim ambiente ku ka bimësi, ku është e mundur të ecim në hije, sigurisht nëse kemi një bidon me vete e ndihmon shumë trupin e njeriu që të suportojë të nxehtin, i cili të paktën do të qëndrojë edhe për 15 ditë në territorin shqiptar i nxehti ekstrem. Por jo vetëm gjatë orëve të mëngjesit, duhet patur kujdes edhe gjatë orëve të natës, pasi kemi një rritje graduale të temperaturave të ajrit edhe gjatë orëve të para të mëngjesit, dhe përmes duke bërë që pothuajse i gjithë 48 orëshi, 24 orëshi i ditës në territorin shqiptar të jetë mjaft i padurueshëm për trupin e njeriu, dhe nëse ne pastaj ekspozohemi edhe gjatë rrezikimit diellor, sigurisht që trupi i njeriu pastaj e ndjen shumë në nxehtësinë. Po ashtu e mira është që edhe në vijën bregdetare të ketë mjaft kujdes gjatë orareve të drekës kur futemi në ujë, pasi duke qenë se temperatura e trupit është dhe ajri shumë e lartë se ajo e ujit, bën që të kemi një diferencë shumë të lartë midis dy temperaturave dhe mund të ketë edhe fatalitete të cilat
ndodhin si pasojë e këtyre lëvizjeve drastike të temperaturave të ajrit nga trupi i njeriut që mund të ndijë në atmosferë temperaturën si po themi 43-44 gradë Celsius, nëse futemi në një temperaturë që është 24-25 gradë Celsius, është një diferencë shumë e lartë dhe bën që të shtohet rreziku për sa i përket fataliteteve. Pastaj, të gjitha ata të cilët në 15 ditë që ne duhet kanë lënë të bëjmë pushimet, është një mod disi më i favorshëm pasi dhe temperaturat e ajrit ju bie intensiteti i tyre dhe janë të pranueshme për trupin e njerit. Akil, falenderoj shumë. Faleminderit ju. Ja pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11, mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.